shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi sërish tek zhvillimet politike në vendin tonë. Kam të ftuar ditën e sotme kryetarin e Forumit Rinor të Partisë Demokratike Dega Durrës, zotin Shoqëri Myrtollari. Zoti Myrtollari, ju përshëndes, kënaqësi. Faleminderit për ftesën, kënaqësi dhe për mua. Zoti Myrtollari, do ta nisim me kreun e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, i cili ka deklaruar se Rama është i gatshëm të krijojë çdo konflikt për të mos dorëzuar pushtetin dhe më tej ka shtuar se ka nisur edhe betejën më të egërt dhe më të rrezikshme me kushtetuese. Dhe pyetja është se kur flitet për konflikt me kushtetuese dhe bllokim të procedurave kushtetuese, mendoni se sot është vija ndarëse, ku mendoni se sot është vija ndarëse pra mes pushtetit politik dhe atij të drejtësisë në Shqipëri? Të jem shumë realist, këtu në Shqipëri nuk ka vija ndarëse për sa i përket pushteteve politike, se edhe tre pushtete që janë më të njëjta që garantojnë edhe demokracinë, pushteti legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, sot është shumë vështirë për të ndarë, për të gjetur kufi të ndarës. Sot ka një parti shtet e cila ka në kontroll edhe parlamentin me 83 mandate, po ka dhe qeverinë. Dhe ky është një person i vetëm, është Edi Rama, i cili i komandon të dyja. Duke pasur dy pushtete, sigurisht që ai përpiqet të ndikojë edhe tek drejtësia. Dhe ka arritur dhe ka bërë presion. Rasti zonjës Balluku është shumë i qartë që kryeministri ka përdorur të gjithë pushtetin e tij që e garanton partia, parlamenti dhe qeveria për të bërë pushtet drejtësisë për të mos kryer detyrën e saj. Për këtë arsye e shoh shumë agresive edhe ndaj gjykatës kushtetuese për të arritur dhe për të marrë një vendim që intereson zotit Rama personalisht, po dhe qeverisë. Sigurisht për ata që janë të shqetësuar për demokracinë në Shqipëri, kjo është një vije kuqe që nuk duhet toleruar në asnjë lloj momenti. A jeni dakord, zoti Myrtollari, që ndërhyrjet ose vonesat në të gjitha procedurat kushtetuese për zyrtar të lartë sigurisht krijojnë këtu perceptimin se ligji nuk po zbatohet tashmë njësoj për gjithë? Absolutisht që po. E shohim shumë qartë nga rastet e mëparshme që kanë ndodhur me qeverinë Rama, i cili i ka lëshuar, le të themi, në thonjza të gjithë vartësit e tij të mëparshëm që kanë pasur probleme dhe kanë qenë në hetim nga drejtësia, dhe rasti Ballukut, i zonjës Balluku, zëvendës kryeministrit dhe ministres së infrastrukturës, është një rast i veçantë ku kryeministri Rama i ka dalë hapur në mbrojtje duke sulmuar në mënyrë agresive institucionet e drejtësisë, që nga prokuroria e posaçme, pra SPAK-u, ashtu edhe tashmë me gjykatën kushtetuese, duke përmendur, rikujtojmë këtu ato pagat e larta dhe rrogat e larta në thonjzat të gjykatës dhe gjykatës kushtetuese dhe gjykatësve në përgjithësi për sistemin e drejtësisë, dhe duke sulmuar agresivisht për të marrë një vendim pro qeverisë Rama dhe pro zonjës Balluku. Unë shikoj pak këtu një ngjarje që duhet të shqetësonte çdo njeri në një situatë normale, një demokraci normale, nuk do duhet të përjetonin fare këtë lloj situatash. Do të mjaftonte që zonja zëvendës kryeministre dhe ministri i infrastrukturës zonja Balluku jepte dorëheqje dhe të shkonte pa imunitetin e deputetit përballë drejtësisë, mbaronte betejën e saj dhe nëse do dilte fituese me drejtësinë, kishte përsëri vendin aty tek qeveria. Por dyshoj se kjo është një ngjarje që i përket një farë morali apo parimi politik. Këtu po shikojmë që po përpiqet të mbahet pushteti me çfarëdo lloj forme, me çfarëdo lloj mënyre, për të mos i dorëzuar tek drejtësia dhe tek shteti së drejtës. Zoti Myrtollari, nga ana tjetër, cila është përgjegjësia që ka tashmë opozita për të ofruar zgjedhje institucionale dhe jo vetëm denoncime në një situatë kaq të polarizuar? Tani, opozita është shumë e kufizuar, sidomos me të gjithë këtë goditjen që po i bën nga mediat e kapura, nga pushteti dhe nga opinioni publik, duke vënë përpara presionit sikur opozita nuk është duke bërë detyrën e saj. Unë ju sjell në rikujtesë një denoncim në SPAK që i është bërë kryetarit të kuvendit zotit Niko Peleshi për arsyen e vetme që nuk ka lejuar të mbahet mbledhja e thirrur nga anëtarët e opozitës që janë në këshillin e mandateve, të cilët nuk kanë dashur që ta lejojnë të zgjatet dhe zvarritet kaq shumë procesi për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Për këtë arsye është bërë një denoncim në SPAK dhe opozita po përpiqet me të gjitha format dhe mënyrat ligjore për të bërë presion që zonja Balluku të përballet me drejtësinë pa imunitetin, ashtu siç e kanë kërkuar prokurorët e SPAK-ut. Dhe ne jemi duke bërë dhe në dy forma. Së pari nga ana ligjore,
duke i bërë presion dhe duke denoncuar në SPAK zotin Niko Peleshi, kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, dhe nga ana tjetër është thirrur një protestë në datën 24 janar në shesh për të dalë dhe për të treguar që qytetarët janë aty dhe janë kundra kësaj qeverie, për ta detyruar zotin Rama dhe qeverinë ta dorëzojnë zonjën Belinda Balluku të pandehur, të marrë pandehur nga prokuroria e posaçme dhe për të kërkuar masat, për të kërkuar që zbatohen masat nga prokuroria, në mënyrë që të mos ndikohen në procesin e drejtësisë, mos ndikohet në prishjen e provave, ato që dyshon prokuroria, pra SPAK-u, ato që dyshojmë edhe ne. Jemi të vetëdijshëm që jetojmë në Shqipëri dhe politika këtu ka arritur duke bërë gjëra që janë të paimagjinueshme për një vend normal, për një vend demokratik, për një vend që aderon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, që është në zemër të Europës. Në fakt, zoti Mërtollari, sa i përket SPAK-ut pasira prej një sulmi kibernetik, prokuroria e posaçme ka mbyllur kështu hetime dhe i ka dërguar për gjykim 3 të pandehurit. Kur këto materiale hetimore pra të SPAK përfundojnë jashtë këtij institucioni dhe në duar të personave të treta, jemi tashmë përballë një dështimi teknik apo një sabotimi të qëllimshëm të drejtësisë, dhe nga ana tjetër cili është dhe mesazhi që u shkon këtu grupeve kriminale kur hetimet e SPAK dekonspirohen dhe askush nuk mban përgjegjësi më tej. Tani ne do të jemi shumë të qartë edhe me publikun, ata që na ndjekin dhe që na dëgjojnë, për t'i thënë që ata që duan të punojnë drejt dhe të jenë të dobishëm për këtë shtet janë armiqtë e partisë shtet. Dhe kemi parë këtë me të gjitha përgjimet që kanë dalë të paktën për opinionin publik, për sa i përket Akshit, si institucioni i cili ishte pikërisht institucioni që do të bënte digitalizimin e të gjitha institucioneve shtetërore, duke i parë ato tendrat në mënyrën si janë bërë dhe kush i ka marrë dhe si janë zbatuar. Këtu shohim që digitalizimi dhe e gjithë bota elektronike apo të gjithë arkivet elektronike janë të rrezikuar në Shqipëri. Dhe SPAK-u në këtë luftë, apo prokurorët, ata të cilët dëshirojnë që ta bëjnë punën me dinjitet dhe drejt, ata janë të rrezikuar përballë krimit të organizuar, i cili është qartasi i mbështetur nga partia në pushtet. Pra i ka dalë në krah krimit, i cili ka pasur të gjitha informacionet përpara se sa të ekzekutoheshin. Janë dekonspiruar me qindra operacione të SPAK-ut nga policia, të paktën kështu dyshon SPAK-u, dhe janë vënë duke parë edhe hetimet që ka nisur ndaj policisë shtetit, na çojnë të gjitha faktet dhe provat, na çojnë që ka pasur dekonspirime dhe jo vetëm nga hakerimi hakerimi i sistemeve të SPAK-ut, por edhe nga vetë strukturat e policisë. Dhe vetë ish kryetari i SPAK-ut, zoti Dumani, Altin Dumani, ka thënë në një nga prononcimet apo në një nga daljet që ka bërë në parlament, pra që ka dhënë shpjegime, ka thënë që ne nuk kemi besim tek strukturat e policisë shtetit, sepse shumë operacione janë dekonspiruar dhe kjo më duket se është nga viti i kaluar si deklarat, dhe sigurisht që tu nuk ekziston një marrëdhënie e sinqertë dhe nuk ka marrëdhënie besimi midis policisë shtetit dhe prokurorisë së posaçme. Këtu të shohim që qeveria, pra që policia është në varësi të qeverisë, po i dekonspiron, nuk po mundohet ta ndihmojë SPAK-un që të bëjë punën e saj dhe drejtësinë. Ndërkaq, zoti Mërtollari, mendoni se tashmë jemi përballë një sulmi vërtet ndaj SPAK-ut, pra si institucion, apo një provë se dikush ka frikë reale nga të gjitha dosjet që janë tashmë në hetim? Unë në fakt do ta ndaja pak si institucionin me prokurorët. Unë mendoj që e gjithë lufta që po bëhet me prokurorë të veçantë. Pra ata që po marrin dhe po hetojnë dosje specifike, jo me SPAK-un si institucion. Unë kam mendimin që zoti Rama, kryeministri, duke pasur drejtësinë do të ta merrte si merit të tij dhe si një reformë në drejtësi, pra si një merit të qeverisë së tij, nuk është se dëshiron ta sulmojë si institucion, apo ta sulmojë reformën në drejtësi si në tërësi të saj. Ai ka pasur dëshirë që ta ketë në kontroll të tij këtë lloj drejtësie, dhe me prokurorët të cilët nuk
nuk i kanë qëndruar besnik ndaj tij apo që janë marrë dhe kanë hetuar persona specifik të qeverisë së tij, që ai ka dashur t'i mbrojë, përveç atyre që i ka lëshuar me dëshirën e tij, ai po përpiqet që të sulmojë prokuror të veçantë specifik. Unë dua të sjell këtu edhe lajmin, dua të rikujtoj lajmin e këtyre ditëve të fundit, që ish kryetari kryetari i Bashkisë së Tiranës, i cili ndodhet në burgun e Durrësit, zoti Veliaj, kishte bërë një lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo kundra SPAK-ut, po kundra personave të veçantë, pra prokurorit, i cili po heton dosjen e zotit Veliaj dhe familjarëve të tij. Pra kishte bërë një lobim të veçantë dhe këtu është një provë, është një fakt që këta luftë nuk e kanë me SPAK-un si institucion, se ata e kanë krijesën e vet. Ata e kanë me persona të cilët janë duke bërë punën drejt dhe qartë, dhe qartësisht duan që këta persona të mos jenë pjesë e strukturës së SPAK. Këta duan që të jenë persona të ulur dhe të mos bëjnë pra sikur po bëjnë drejtësi, sikur po bëjnë hetime, po të mos t'i godasin këta. Qartë. Zoti Myrtollari, nga ana tjetër, në krye të strukturave që duhet të luftonin krimin, qëndrojnë njerëz që sot ashtu si kemi mësuar për dalim në përgjime në dosje hetimore, por edhe në skema mafioze. Mendoni se një shtet mund të funksionojë normalisht kur drejtuesit e institucioneve kyçe pra të sigurisë dalin në këtë dosje hetimore dhe në përgjime? Fatkeqësisht unë jam nga ata njerëz që mendoj që shteti ka rënë. Këtu të gjithë duke marr rastin pra po i referohem policisë së shtetit, një polic, një oficer që dëshiron ta bëjë punën me drejtësi dhe do të jetë i drejtë me atë që ka rënë dakord parimisht me veten e vet edhe me kontratën e punës apo për të shërbyer shtetit së drejtës, e ka shumë të vështirë në këtë lloj ambienti, sepse ai dekonspirohet pa shkuar informacioni tek shefi i tij apo pa shkuar akoma më lart, nuk ndjen të lirë, duke parë këta drejtuese që kanë lidhje të drejtë për drejtë me bandat, me krimin organizuar, që informacioni shkon përpara atyre sesa të ekzekutohet. Askush nuk ndihet i lirshëm për të bërë punën e tij. Këtu nuk ka vullnet politik për ta sulmuar krimin, edhe sigurisht që personat e ndershëm e kanë shumë të vështirë të mbijetojnë. Pastaj do dalim tek kjo gjendje ku jemi sot, ku krimi organizuar ndihmohet nga policia më tepër se sa, do të thënë, ata që duhet ta luftonin, ata janë krau i tyre dhe është shumë e vështirë që të kemi një shtet në këtë lloj situate, në këtë lloj gjendje. Është shumë e nevojshme që të ketë një ndryshim edhe në rastet ku qeveria nuk tregon shenja që ka dëshirë të ndryshojë